Borani shpërthen me zemërim kur Gjani kërkon llogari për rëmbimin e Aljes dhe Gjan Denizit, duke treguar se nuk do të ndaloj kurrë së mbrojturi ata. Por ndërsa ndihet i dobët në këtë luftë, Boran kërkon rrugdalje tek Exmel, një aleancë që mund të ndryshojë gjithçka. Sadakat vendos të ndryjë dhe të eliminojë rrezikun përpara se të jetë tepër vonë, por përballet me pasoja të paparashikuara që tronditin gjithçka. Nga ana tjetër, Gjian dhe Alia përpiqen të mbyllin plagët e së kaluarës, pa e ditur se Zerrin dhe Kaja do të përballen me provën më të dhimbshme të jetës së tyre. Një marrëveshje e rrezikshme me Demir e detyron Zerrin të sakrifikojë gjithçka për fëmijën e saj. Ndërsa dashuria vjet në provë, Alia fillon të paguaj çmimin për qëndrimin pranë Gjianit. Bora nuk ndalet, ai ndryshon lojën dhe e tërheq Alien drejt një rruge pa kthim me një lëvizje tronditse. Boran, i pushtuar nga xhelozia dhe zemërimi për afrimin mes Gjianit dhe Aljes, humbet kontrollin dhe përballet ashpër me të. Para të gjithëve, ai bën deklaratën që ndryshon gjithçka. Alia është gruaja ime, fjalë që bien si bombë dhe ndezin konfliktin mes dy burrave. Gjan nuk të riqet dhe i përgjigjet me krenari, duke mos pranuar të eshtë përballë këtij pretendimi. Tensioni rritet sekond pas sekonde, deri në përleshje fizike që i lë të gjithë të shokuar. Alia mbetet në mes të kësaj betejë të egër, një zemër midis dy zjarreve. Boran nuk ndalet, ai hyn me forcë në spital dhe shkon drejt Alia me një qëllim të vetëm, ta detyrojë të dorëzojë një video që mund të ndryshojë gjithçka. Në presionin dhe kërcënimin, ai vendos Aljes një ultimatum të frikshëm: ose bindesh, ose vdes. Me një bisturi në dorë, tensioni arrin kulmin. Por situata del jashtë kontrollit. Gjatë përleshjes me Alien, ndodhe e papritura. Boran plagos aksidentalisht veten. Në atë moment kritik, shfaqet Gjian dhe Nare, dhe ajo që ndodh më pas është edhe më e rëndë. I shtrirë dhe i plagosur, Boran kthen gjithçka përmbys, duke akuzuar Alien, ajo donte të më vriste. Vetlëndimi i Boranit nuk mbetet me një sekret. Ai kthehet në një armë të hapur kundër Aljes, me një lëvizje tronditse. Boran e kërcënon. Nëse nuk heq dorë nga divorci, ai do të përdorë gjithçka kundër saj në gjyq për kujdestari. Alia përballet me frikën më të madhe të çdo nene, humbjen e djalit të saj. Me zemrës dhe arsyes, ajo fillon të thyhet nga brenda. Nga ana tjetër, errësira në Albora bëhet edhe më e pamëshirshme. Demiri rikthen Zerrinin pranë foshnjës së saj, por vendos kushte që shndrohen në një burg emocional pa dalje. Ndërsa dita e gjyqit afrohet, tensioni arrin kulmin. Gjan vepron në eshtje për të zbuluar të vërtetën dhe për të shpëtuar Alien. Por ato të jetë e mjaftueshme. Alia merr një vendim të guximshëm për të mos humbur djalin e saj, një rrugë që mund të shkatrojë gjithçka. Thashë themet shpërthejnë me stafit dhe pacientëve, të gjithë flasin se Alia ka plagosur burrin e saj Boranin. Tensioni rritet dhe situata del jashtë kontrollit. Gjan ndryn me njerë dhe urdhëron që Erol të paraqitet urgjentisht pranë tyre për të sqaruar të vërtetën. Në një moment vendimtar, Gjan del hapur në mbrojtje të Aljes. Alia nuk mund të lëndonte kur Boranin, ai e lëndoi veten, ajo është mjeke, shpëton jetë, nuk i merr ato. Por përballja bëhet edhe më ashpër. Gjani kërkon Boranit të ndalojë shpifjet kundër Aljes. Megjithatë, Boran nuk të riqet. Para sadakatit, ai bën një deklaratë shokuese. Alia donte të më vriste. Tensioni arrin kulmin kur Borani drejton armën Gjanit. Për një moment të shpejt, gjithçka përmbyset. Gjani arrëmben armën dhe ja drejton atij. Me fjalën që therin si thik, ai shpërthen, nuk ka më një vëllas si ti. Dhe pa hezitim e përza Boranin nga konaku, por kur duket se gjithçka ka marrë fund, ndodhe e papritura. Exmel shfaqet dhe del hapur në mbrojtje të Boranit, madje i kërkon të largohet me të. Sadakat e thyer mes dy djemve, i lutet Gjanit ta pranoj Boranin sërish në konak, por Gjan vendos një kusht tronditës: nëse e pranon Boranin, mos më quaj me djalin tënd. Një zgjedhje që mund të shkatrojë një familje përgjithmonë. Këto të zgjedh Sadakat: a do të largohet Boran nga Exmel, apo kjo është vetëm fillimi i një përçarje edhe më të madhe. Mes gjithë kësaj drame, akuzave dhe rrezikut, vjen një moment që prek zemrat. Gjani qëndron pranë Alis dhe i premton: çfarëdo që të ndodh,
unë do t'jem gjithmonë pranë teje. Në një çast plot emocione, Alia e përqafon fort dhe i përgjigjet me një zë të dridhur. Pranë teje ndihem e sigurt. Një lidhje që forcohet me stuhis, një dashuri që sfidon gjithçka. Por a do të mjaftoj kjo për të përballuar betejat që vijnë, sepse Sadakat përballet edhe një herë me Alien, dhe këtë herë fjalët e saj janë më të rënda se kurrë. Ajo e paralajmëron të marrë djalin dhe të largohet sa më parë, sepse përplasja mes Xhianit dhe Boranit po bëhet gjithnjë edhe më e rrezikshme. Një nen përballë zgjedhjes më të vështirë, të qëndrojë apo të shpëtoj veten dhe djalin e saj nga gjithë kjo stuhi. Ndërkohë, një tjetër moment i fortë zhvillohet. Demir e çon Zerrin në shtëpinë e tij dhe më në fund ajo përballet me atë që i ka munguar më shumë. Takimi me foshnjën e saj. Një moment i mbushur me emocione dhe dhimbje, por a do të ketë një çmim ky ribashkim? Ndërsa disa të tjerë largohen për të shpëtuar, të tjerë përballen me fatin e tyre. Ndiqni videon për këto momente prekse dhe dramatike.